Ndodhemi në komunën e Bërvenicës. Le të shohim se si po ecë procesi i votimit këtu. Gjendemi në vendvotimi 2014 në Çellopekun poshtë. Ne kemi 605 votues, deri tash kanë dalë të votojnë 11% të votuesve dhe të gjithë koha e votimit ka qenë në rregull, nuk ka pasur ndonjë parregullsi dhe shpresojmë se ashtu do të mbarojë. Jemi nga vetë votimi numër 2037, Thy për 1, Komuna e Bërvenicës. Në vend votimin tonë kemi 430 votues, nga numri i përgjithshëm deri tani kanë dalë 665 votues. Vend votimi ka hapur në kohë në ora 7:00, gjithçka në rregull, mbarvajtja shkon në rregull, gjithçka është në rend të rregullt. Jeton Zeqiri, vend votimi 2038, shkolla fillore 7 Marsi, Çellopek. Vend votimi ka 802 votues, deri tash kanë dalë 125 votues. Besoj që është një shifër e kënaqshme. Të vazhdojmë me këtë trend dhe gjithçka shkon në rregull, procesi është mirë, ankesa nuk ka. Unë jam Nejmedin Rexhepi, kryetari i Komisionit Komunal Bërvenicë. Më thonë, vend votimet në nivel komunal janë hapur gjitha në ora 7. Bërvenica ka 24 vend votime në për vendbanime të ndryshme, më thonë, që janë fshatrat. Komuna si komunë ka të regjistruar në listën zgjedhore 16.144 votues. Deri në ora 9 dalja ka qenë 5,33%, ose me numër 860. Procesi është në rregull, deri tani nuk ka ndonjë pengesë, ndonjë vërejtje pi vend votimeve, pi kryetarëve të komisioneve zgjedhore që janë nëpër vend votime, gjithsej të ecën proces, gjithçka është në rregull. Besojmë se deri në fund deri mbyllia do shkojë në rregull.